Zoti Bushati, dakord. Kjo është goditje e spak ndaj Ballukut dhe një goditje ndaj Edi Ramës. Se deri tani, deri këtu kemi mbritë, me thënë që goditje gjithkush, por nuk mbritet e Edi Rama. Kështu duket sikur ka shenja dhe përpjekje për të shkuar të indirekt, se të Edi Rama. Në qoftë se Po? Ka një dosje e parë në shikim parë që duket si kur preket dhe kryeministri, kjo mund të thuhet që është dosje parë që preket Edi Rama. Pra, ne marrim inceneratorin, s'ka si gjurë me Edi Rama. Marrim Veliajn, marrim Ametajn, s'ka si gjurë me Edi Rama. Tuneli i Llogaras është një gjë që zbesoj se ka njeri kush do që njeh punë e shtetit që mos thotë ore këtu është Rama. Pra, nga thesi që është votuar për të administruar, Edi Rama ka heqë 190 milion euro dhe ja ka dhënë dikujt tjetër. Dhe logjika ta do që këtu Balluku ka luajtur mashën e Edi Ramës. Ne shpesh e kemi kritikuar SPAK-un që s'po prek procedurën, s'po prek thelbin si është dhënë një gjë. Dhe qofse mund të kishim i kritik për dosjen, këtë mund t'i bënim. Nga ana tjetër, është hera e parë në i dosjet SPAK-u që unë e shoh me abi, që ne tregojmë që si një funksionar i lartë, në këtë rast Belinda Balluku, është përfshirë në çdo hap dhe në çdo etap të manipulimit të intenderi. Nuk e kemi parë. Për shembull, Veliajt i thon fustanet e gruas, Arben Ametajt i thon pllakat e ish gruas. Këtu kemi tjetër gjë, këtu kemi. Parë dosjen E kemi parë. Veliajt? Të gjithën. Kemi lexuar? Të gjithën. E Veliajt? Unë po. Të gjithën. Nuk i ka të Veliajt? Jo, Ametaj, çdo do, Saliu, Arben Ametaj, Ilir Meta, gjithë dosjet janë publike. Janë publike të gjitha. Dhe kjo është një tjetër ku unë s'jam dakord me SPAK-un, po s'besoj pse po flasim për këtë. Pra, themi më pas. SPAK-u të vret publikisht e pastaj të fillon proces juridik. Gjë që po ndodh dhe tani. Po s'besoj se të do e prekësh. Ka dhe një arsye tjetër. Mendohet, për shembull, dyshohet për prokurorët e SPAK-ut nuk do të jenë një pjesë e madhe e tyre. Kush është, në qoftë do e themi shkurt, pika e fortë dhe pika e dobët e kësaj dosjes. Në qoftë se te Veliaj ne dim që ka fituar 1, 2, 3, 4, pra sipas pretendimeve të SPAK-ut, ke fitu i vil, ke fitu kaq para për ajolën e tjerë, këtu nuk na tregon se ku kanë shkuar parat te kjo dosje. Por ama nga ana tjetër, nëse te Veliaj nuk na tregon cili ka qenë roli i Veliajt që jep këtë leje ndërtimi, bëj këtij favor filan ndërtuesi, roli i Veliajt është 0. Në këtë rast, Belinda Balluku është e përfshirë në çdo pjesë kriminale të hallkës së manipulimit të intenderi. Kjo është ana, po them, pozitive e dosjes, dhe ana negative është që në fund themi, ore parat ku ikën? Di SPAK-u ku janë parat, ku është përfitimi? Këtu nuk kemi shumë. Parat në të gjitha çështjet, edhe ata që janë të burgosur, dhe kanë marrë dënimin, nuk ka dalë në një lek, gjykundë. Jo, kanë dalë lek. Ku? A i shkëtu në një lek shtetit më fë, po dalë lek mund dalin. Lek shtetit jo, po për shembull Veliajt i thonë, kaq ka qenë bile SPAK-u kur bëri komunikatën për Veliaj, tha 900.000 euro ka përfitu gruaja jote fal firmave dhe influencës tënde. Këtu nuk thot gjë, ama këtu ka këtë pjesën tjetër, që thot nuk kemi parë. Ne dim që shteti shqiptar funksionon aeroporti Vlorës, tuneli Peshkopis, tuneli Llogaras, inceneratori, kudo garat janë për budallëjt,
se gjithë shka e vendosë për para Edi Jo, Rama kjo i për shembull qeveria. një nga kolegët tanë në një emision tjetër televiziv thoshte që kjo është edhe për arsye strategjike si edhe i bën bota këto, ky tender. Domethënë Po ku ka strategji më të madhe se vjedhja? Edhe vjedhja strategjike është në vetë. Dalim para në A i klasë. kishte shtuar dhe një strategjik. Geostrategjike. Po nuk qëndron ajo e batonit pse. Te tenderi parë që është anulluar, është Limaku, një nga firmat më erdoganeske të Turqisë. Ka marrë aeroportin e Kosovës Limaku. Pra, këto janë të shpërndajmë tymnaja tani. Mund të jetë firme madhe në Turqi, po mos jetë Erdoganit. Ore firme Erdoganit, madje edhe u akuzuar... Po të gjitha gjatë në Turqi duhet të janë të Erdoganit. Natyrisht. Që edhe ata gylenistët nga Limaku kaluan atere kur ja dorëzoi Hashim Thaçi ati. Pra, nuk është çështje gjë... Vjedhja në vetë mund të quhet geostrategjike, po në këtë i quaj vjedhje. Dhe kjo është një vjedhje 50 milion euro. Qartë. Duke manipuluar, hapur dhe në mënyrë të vërtetuar një tender. Unë në fillim, kur më pyete, thash, nëse ka një dosje Spaku që të bindë për zbardhjen e korrupsionit të qartë qeveritar, është dosja Balluku. Po s'ka korrupsion aty. Jo, pa ty shi hapur. Tregon si janë zhdukur 50 milion euro. Në përfundim, Po të kishte korrupsion, do ngrite i akuza për korrupsion. Tregon si janë zhdukur 50 milion euro. Madje dhe mbrojtësit e Ballukut nuk thonë që nuk janë zhdukur, thonë janë zhdukur për arsye geostrategjike. Nuk thot njeri që nuk janë zhdukur. Por problemi është, unë po them tani, unë që jam kritik i Spakut, këtu e lavdrova për dosjen që ka bërë, po them, nga qarë dosjesh kemi lexuar. Po mirë ti tani... Prit, një sekundja të mbaroj se shumë e rëndësishme. Po se kuptove dhe nga kjo që po të them. Pra, unë po them, kjo është dosje ku vërtet na kanë nxjerrë në pa një korrupsion të qartë qeveritar. Por, pas kësaj, pas i kam konstatuar këtë ngrej pyetjen, janë për burg brekët e Ajolës, apo vjedhja e një tenderi? Ke 13 akuza? Janë, prit. Ja ta mbaroj pasaj marim. Po. Ke 13 akuza penale. Mos më ndërprit mendimin, po pasaj ma hedh poshtë. Jo, dakor, jo s'kam si ta hedh, ka 13 akuza, ka i di unë. Është për burg që Berisha i dha dhëndrit pronën e ti, apo manipulimi një tenderi qeveritar. Ndërko që për Ballukun që unë them, është dosja më e kopsitur, është njeriu me pozita më të lehtësuar nga Spaku. Pra, Berishës kishe 15 vjetë që ishte nga pushteti, i morën pashaportën. Kësaj zonjës as pashaportën s'ja kanë marrë. Pra, ky Spaku që këtë herë unë po e lavdroj për punën që ka bërë, prap nuk ka guxuar të nxjerrë këmbën nga rrethi që i kanë caktuar. Pra, po të gjykoj Balluku me kriteret që janë përdorur për Metën, për Ametajn, për Ilir Beqen, për Sali Berishën, kjo zonja duhet ishte në burg. Për Ametaj nuk ka kritere. Kjo zonja... E i jeton në Zvicër në... Po jo, për Spaku në është në burg, mo lese iku e i. Malet e bukura. Po të visot a i këtu, për Spaku në Shëmburg, edhe kjo zonja mund t'ikte, shqyqyr zotit nuk ka ikur. Por, për të gjithë këta, për krime që në dosjet e tyre janë në pozita më të lehta se Balluku, ata janë të penalizuar. Kjo zonja është më e penalizuar me akuza dhe më e lehtësuar në liri. Dhe në qoftë se këto nuk janë dy standarde, hajtë flasim.